The training squadras, coach. At this point, every win for your team is really important. How important was this? I mean, a big win. Yes, very big win for us, especially because we have problem from the last game with injuries. But we find way how to win against Yili. For me, Yili is one of the best team in the league. They have some problem for result, but it's a very good team. It's very experienced. But we try everything. We try with zone. We try with man-to-man. I try to change the rhythm of the game, and we use that. We win. What do you think they decided to really push them hard? Even though you had the lead, they were coming back. Still, you got the power to control again the game. But what do you think that the key of this win? The key of the game is our good defense. Especially, they don't look like this. If you look statistic, Bamford they scored 28 points, but we put a lot of pressure on him. Also, I say we put zone just to protect this big game on Bamford and especially from Scott. We deserve this win because we fight all game. Thanks for the fans who support us. Now we have a break for the national team. We have time to prepare much better, and show must go on. Thank you very much, coach. Good luck in next games. Ishim me trajnerin e skuadrës, Rauvesi 029, e pyeta në fillim se sa e rëndësishme ishte kjo fitore në këpik të kampionatit, ku e dim që secila ndeshje është shumë e rëndësishme. Tha me të vërtetë ishte një fitore shumë e madhe, sidomos ndaj një skuadre që është Golden Eagle Ylli, e për mua tha personalisht është ndër skuadrat më të mira në Super League, pavarësisht faktit që kanë probleme me rezultate, gjithsesi ne arritëm duke i ndryshuar shumë gjëra gjatë takimit, duke luajtur zonë, duke luajtur pressing dhe duke bërë çmos për të arritur fitoren, ne arritëm të marrim një fitore shumë të merituar, ashtu siç e potencoi trajneri Samazhiev. Pyeta se cili ishte edhe Chelsea i kësaj fitore, tha që Chelsea i kësaj fitoreve ishte mbrojtja definitivisht e skuadrës, pavarësisht nëse i shohim statistikat, Scott Bamford i ka shënuar 28 pikë, gjithsesi ne i bëm goxha shumë presion atij dhe gjithë lojtarëve tjerë dhe nuk i lejuam që ta shfaqen më të mirën e tyre. Për pak shasi do të jemi edhe me trajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit.